Një ngjarje pa precedent ka ndodhur në Lushnjë ku një 52 vjeçare akuzohet se ka dhunuar burrin e vajzës së saj. Pas hekurave ra shtetësja me inicialet LSH, e cila ka dhunuar dhëndrin e saj ndërsa ka ndërhyrë policia për të parandaluar më tej konfliktin. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Lushnjë kanë arrestuar në flagrancë shtetasen LSH 52 vjeçe, banuese në Tiranë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortit të vajzës së saj. Sipas policisë, 52 vjeçaria është konfliktuar dhe më pas ka përdorur dhunë fizike ndaj bashkëshortit të vajzës, duke shkaktuar shqetësim dhe rrezik për sigurinë e tij. Veprimi i saj u ndërprer nga punonjësit e policisë, të cilët ndërhyn për të parandaluar përkeqësimin e situatës, sqaron policia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.